dikur kishe Fatmir Neri, Bashkim Tufak, Besnik Dizdari, ku di unë, Sajmir Demi, Tanko Kona, Gzim Sinemati, që kishe editoriale, mos them edhe emra të tjerë që kush e di sa janë. Altin Shordi shkon të bukur. Altin Shordi, do më të ishte në një farë mënyrë ishte i garme editorialeve, kush shkruajtë editoriale, tani mundosh shikosh një editorial në medit, nuk kanë qëndrim, është të mërshme. Dhe kjo më vje keq, sepse përveç se po shduket, gjeneratës e re të gazetarëve, këta do më thënë po e që fare dhe me të si zhanë, është kam mo. Që të ulesh e shkru, sepse qëndrim e shumë i bukur. Qëndrim e shumë i bukur. Dhe shkru. E që fshin e bënë. Tëndë do më thënë që është, nuk e di pse ike. Mirë, duhet të ndaloj tuse. Vini ka qenë 98 që mjef. Po nuk më njeh aq mirë në profesion se jo, më njeh si më thënë jetën e përditshme. Dhe kur vi njerëz të ftuar, të flasin për mua me një lloj kështu. Shefi. Këtu pas ka i gjë.